shkruan Muslim Murrizi. Për të gjithë komunistët kudo që janë dhe për patronazhistët rilindas, ju uroj gëzuar 8 nëntorin, ditën e krijimit të partisë tuaj me emrin PKSH, Partia Komuniste e Shqipërisë. Pastaj, ju keni edhe disa festa të tjera të pagëzimit të emrit, ose vaftisjes, siç i thonë emigrantët në Greqi, por ato janë shumë dhe nuk besoj se i mbani mend të gjitha datat, se nga Partia Komuniste e Shqipërisë ndryshuat emrin në Partia e Punës së Shqipërisë, pastaj në Partinë Socialiste të Shqipërisë, pastaj në Rilindje dhe së fundmi në Pallosh Parti ose K-Parti. Emrin e parë ja u vun serbët Miladin Popovici dhe Dušan Mugosha. Emrin e dytë Enveri Meramizin. Emrin e tretë Indiri Nano në maj të vitit 1991. Emrin e katërt ja u vuri Edi Rama në vitin 2013. Para se vetë Ramës t'i thërrisnin me përkëdheli Palloshi i gjatë, se mos më keq kuptoni, urimi shkon për çdo komunist, pavarësisht se në çfarë partie bëni pjesë sot, se komunistët nuk ndryshojnë kurrë.